Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet janë vetëm për Allahun Zotin e gjithësisë dhe salavatet mbi Muhammedin alayhis salam në këtë ditë të bukur të xumas së datës 20 shkurt 2026 apo 2 Ramazan 1447 Hijri. Pasi që jemi në ditën e dytë të muajit të Ramazanit, muaj në të cilën muslimanët sikur janë më aktiv se sa muajt e tjerë, apo jo? Por besoni se edhe kjo gjendje ku muslimanët e praktikojnë fen këtë muaj, kurse pak lirohen në muajt e tjerë, është vetëm udhëzim i Allahut xhaleshanuhu. Pra, me një fjalë, kënde udhëzon Allahu në rrugën e tij të drejtë, nuk e merr fen në formën sezonale. Pra, nuk e praktikon atë vetëm gjatë muajit të Ramazanit, sepse Zoti i muajit të Ramazanit është i njëjti ai Zot i muajve edhe të tjerë. Në këtë kontekst, nga Bosnja na vjen një anekdot me poetin e madh Musa Kazim Çatić, të lindur në vitin 1878, i cili përveç mektebit kishte kryer edhe medresin. Mirë po, pas saj rrugët e quhen kahmos dhe ai përfundoi madje edhe në alkohol. Një ditë, duke shetitur rrugëve të qytetit Teshanj, muftiu i asaj zone me mbiemrin Smajllagić e sheh Musën që kishte rënë në një hendek, pra në një kanal, dhe nuk po mund të dilte dot nga ai hendek. Pasi ju afrua, e kapi për dore dhe e pa se ai ishte i dehur. Pa një pa dy, muftiu i tha: "O Musa, po çfarë bën kështu o burr? Po marrë është për ty kjo punë. Njerëzit po të shikojnë, e ti madje edhe medresen e ke kry." Poeti me plot qetësi ja kthen: more mufti, ata që i ke eduku dhe i ke udhëzu ti, janë një kështu si unë. Kurse ata që i ka udhëzu Allahu, janë ashtu si kur ti. Anekdot me mësim shumë të madh për ata që kanë mendje dhe zemër të shëndosht. Nuk është qëllimi këtu që njerëzit të shëndrohen në melek, por të punojnë në drejtimin që ta ngrisin personalitetin e tyre, duke i ofruar më qartë e më serioz mësimeve të besimit të vet. Që njeriu ta ngrisë vetveten ka kuptim që të arrisë deri në pikën kur ai ka mungull që të largohet prej mëkateve të mëdhaja, siç janë shirku, magjia, kamata, alkoholi, prekja e pasurisë së jetimit e tjerë. Kurse nga mëkatet e vogla njeriu nuk është i kursyer prej tyre që të gaboj, sepse s'është çare që njeriu ndonjëherë të gaboj, por se mësimet e Islamit janë shumë të qarta dhe thonë: kush ruhet prej mëkateve të mëdhaja, Allahu do t'ja falë mëkatet e vogla. Allahu na mundsoft që ky Ramazan të na edukojë në këtë drejtim e të na mundsojë kuptimin thelbësor të fesë, që të jetojmë si besimtar të kënaqur dhe krenar që i përkasim këtij dini, e ta gjejmë në të prekjen shpirtërore dhe zgjidhjen e të gjitha problemeve të kësaj bote. Amin. Vëllezër dhe motra, shfrytëzoj rastin që në këtë ditë të bekuar të xumas së parë të këtij muaji të Ramazanit, ju përshëndes nga mesxhidi i sapo hapur në qytetin e Kotorit. Kotori ishte i vetmi qytet në bregdetin e Malit të Zi në të cilin nuk kishte vend falje për besimtarët musliman. Tani, përveç Ulqinit dhe Tivarit si vende autoktone të banuara me musliman, u ka me 10 xhamia, na vjen Budva, Tivati, Kotori dhe Hercegnovi, ku janë bërë të gjithë me nga një mesxhid. Elhamdulillah. Le ta kenë këtë informat të gjithë ata të cilët janë ose vinë me shetit në këtë vend, ose ndoshta edhe janë kalimtar në tranzit që vinë prej shteteve të Evropës perëndimore drejt vendeve të tyre. Allahu ju past në mbikëqyrjen e tij dhe inshallah ju lehtëson agjërimin e na mundson që ta çojmë atë deri në fund. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.